Gjatë një takimi të mbajtur në Kukës, në një tryezë të përbashkët janë mbledhur drejtuesit e rajoneve kufitare të qarkut verilindor të vendit me ato jugore të Kosovës, ku është kërkuar me insistim krijimi një guidje të përbashkët turistike. Kreu i qarkut të Kukësit, Ipsen Elezi, ka deklaruar se pak të bashkëpunim nuk mund të ketë një ecje përpara të zonës, edhe pse ajo ka shumë resurse që mund të shfrytëzohen për turizëm veror dhe dimëror. Këshilli i qarkut Kukës, i cili në nivelin e Përfaqësuesit lokal përfaqëson 3 rrethet dhe gjithë njësitë vendore të Hasit, Kukësit dhe Tropojës, për shkak se turizmi është në hapat e parë të zhvillimit dhe kërkon një impuls më të madh, e ka patur arsyeshme që ne të fillojmë të vendosim disa linja komunikimi. Ne kuptohet edhe mendimin e agjencive turistike që janë shumë të rëndësishme në këtë rast, kryeshim guidat përbashkëta. Gjithë këto komunat të gjejmë një bashkëpunim të përbashkët, ndoshta të bëjmë edhe një marrëveshje në mënyrë që agjencionet tona turistike të dinë se ku ti drejtojnë mysafirët të cilët do t'i kenë ndoshta për një javë apo edhe për 2. Potencialet e rajonit të Kukësit janë kthyer në qendër të vëmendjes për zhvillimin e turizmit malor, ku qeveria shqiptare gjatë vitit 2012-2013 ka akorduar më shumë se 25 milion euro për investimet në fushën e turizmit. Në të gjithë qarkun ka potenciale për turizëm, marshime, udhëtime, ngjitje në mal, ngjitje me biçikleta, gara me xhip, vozitje dhe lundrime, gjueti, ski, kalërim, alpinizëm, udhëtime botanike, vizita në shpella e të tjerë.